Një ditë më parë, Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka pezulluar punimet për projektin e marrjes së dherave nga fshati Mifol, për t'i dërguar ato në aeroportin e Akërnis për të shërbyer në ndërtimin e veprës madhore të Vlorës. Ky pezullim i punimeve vjen pas kronikës së realizuar në Blu Televizion, ku banorët denoncuan grabitjen pa leje të dheut të tokave bujqësore të fshatit. Pas shqetësimit të transmetuar nga banorët e Vlorës, IKMT reagoi duke pezulluar projektin. Blu Televizion po ndjek hap pas hapi këtë shqetësim të banorëve, duke shkuar sërish gjatë kësaj të premteje në fshatin Mifol për të investiguar nëse punimet ishin ndërprer apo jo. Pas pezullimit të punimeve nga Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, Blu Televizion ka ardhur sot në fshatin Mifol për të parë nëse punimet janë pezulluar apo jo. Siç mund ta shihni edhe mbas shpinës time, firma e cila po punonte për kryerjen e tokave bujqësore në fshatin Mifol nuk po punon. Të gjitha makineritë e tonazhit të rënd janë larguar dhe nuk po punohet më në zonë, por në vijimsi i projektit, sipas informacionit, edhe mund të vazhdojë nëse firma e cila po kryen punimet të pajiset me leje mjedisore. Ndërsa siç vihet re, pasojat e këtyre punimeve në zonë janë të mëdha. Një pjesë e kodrës së fshatit është rrafshuar totalisht. Prej tokave bujqësore janë marrë qindra metra kub dhe gjithashtu janë dëmtuar dhe me dhjetra rrënjullinj. Nëse punimet do të vijojnë, dëmi do të jetë edhe më i madh.